ka shenja të cilët... Padyshim që nata e Kadrit është në pjesën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit. Konkretisht, sipas mësimeve profetike, do t'i kërkojmë netët cilat janë tek. Netët cilat janë tek. Por me gjithata... 21, 23... 23, 27, por me gjithata jo ta neglizhojmë pjesën tjetër, dhejtësin e fundit. Dhejtësin e fundit do të jemi shumë vigilant që ta arrim natën e Kadrit, sepse nata e Kadrit është një mundësi e madhe për njeriu. Është një mirësi, është një begati që Zoti Xheleshanuhu e Xhelaluhu nuk ja ka dhuruar umeteve të tjera që kanë qenë para Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Shtrohet pyetja, nata e Kadrit si erdhi puna deri te nata e